Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton se ka filluar procedurat për të zgjedhur drejtuesin e ri të SPAK dhe se intervistat me kandidatët do të zhvillohen më 11 dhjetor 2025, duke nisur prej orës 9 të paradites. Në garë janë regjistruar 4 prokurorët e posaçëm: Adnan Xholi, Klodian Braho, Doloreza Musabelliu dhe Ervin Gogaj. Sipas rregullores, pas prezantimit të platformave të tyre dhe intervistimit, antarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë duhet të zhvillojnë edhe procesin e votimit për zgjedhjen e kreut të ri të SPAK. Për zhvillimin e mbledhjes duhet të jenë të pranishëm të paktën 7 nga 11 antarët e Këshillit. Kreu i ri i SPAK do të ketë kompetencën për të zgjedhë 2 shefat e seksioneve, atë të korrupsionit si dhe atë të krimit të organizuar dhe terrorizmit. Aktualisht, shefi i seksionit të korrupsionit është Klodian Braho, ndërsa shefi i seksionit të krimit të organizuar është Adnan Xholi. Këto pozicione emërohen drejt për drejt nga drejtuesi i ri i SPAK, i cili zgjedh ekipin me të cilin do të punojë dhe bashkëpunëtorët më të afërt për 3 vitet që do të drejtojë strukturën.